أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot vazhdojmë me hadithin 656 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i 4 në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu banu Israil كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم وأسأل الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه." Narafan Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Benu Israilet i qeverisnin pejgambert e tyre. Gjëra që vdiste një pejgamber e zaventson të tjetri, e pas mua nuk ka pejgamber. Pas mua do ketë kulefa, e ato do jenë të shumët. Thanë sahabët: ja Rasulullah, çka na urdhënon ti neve? Tha: përmbushne beslidhjen tuaj ndaj tyre një pas tjetrit. Pastaj përmbushni obligimet tuaja ndaj tyre dhe lutna Allahun t'ua përmbush nevojat e juaja. Se Allahu ka me i marrë në pyetje ata për popullin që kanë qeveris ata. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Na kemi mbajt disa mexhlise duke dhënë sqarimet në lidhje me këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në mësimin e fundit folëm për historinë e thirrjes islame. Se në të kaluarën pejgamberët ishin ata që udhëheqnin popullin e tyre në jetën e përditshme. Dhe nëpërmes tyre Allahu i Madhreshëm e çonte mëshirën dhe bekimet e veta tek ata njerëz. Dhe sot e kësaj dite, nëse duam që jeta jonë të ketë bekimin Allahut dhul xhelal, për krahjen e tij, ndihmën e tij, të ketë lehtësimet në jetën tonë të përditshme, bota mbar, njerëzimi në përgjithësi duhet i përmbahet udhëzimeve të Zotit, asaj që Allahu i Madhëshëm e ka shpallur në Kur'anin fisnik dhe ja ka treguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është se prej formave të thirrjes islame është beslidhja mes besimtarëve dhe pushtetarëve dhe kontrata sociale të cilën e lidhin muslimanët me të partë e tyre. Dhe përmendëm në dje se kjo është prej mënyrave të veçanta të islamit. Vetëm të ne muslimanët ndodh kjo gjë, që populli atyre që e marrin përgjegjësinë e udhëheqjes së tyre të lidhin një kontratë, të kenë një beslidhje, ku i pari i tyre e jep besën se do qeveris me ligjin e Zotit dhe do qeveris përfitu kënaqësinë e Zotit. Dhe populli i jep besën kësaj parie se ka me ndëgju dhe ka me nështru edhe kur i pëlqen,
edhe kur si pëlqen, nëse krejt kjo është përfitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Termi bej'a në gjuhën arabe e ka burimin për fjalës bej'atun ose bej'un ose ba'a yabi'u, prej shitblerjes. Andaj prej çdo njeri është i gatshëm me e shit veten e tij për të arritur qëllime më të larta, për të arritur kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal dhe fitimin e shpërblimit prej tij. Edhe ai i pari është i gatshëm me fliu veten për Allahun e Madhreshëm, po edhe populli është i gatshëm me fliu jetën për Allahun subhanahu wa taala. Andaj argumentet fetare tregojnë se besimtarët kur të lidhin një kontratë, kur të bëjnë një marrëveshje, duhet me e përmbush atë kontratë, duhet me çunë vend atë marrëveshje. Dhe kjo është pjesë e edukatës islame edhe urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa ufu bi ahdi Allahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha." Marrëveshjet që keni me Allahun, përmbushni ato, dhe betimet që jepni, mos i theni ato. Sepse kontratat, marrëveshjet, shoqërohen edhe me betime. Edhe kur ti betohesh në Allahun e Madhreshëm, se këtë kontratë që ke lidh me atë njeri, ki me qunë vend, atëre i ki dy obligime, edhe me qunë vend betimin tanë, po edhe me qunë vend marrëveshjen tënde. Edukat e rëndësishme islame është që njerëzit kur bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin, kur të bëjnë kontrata, ti përmbushin ato, mos t'i lonë mazdore, mos t'i thejnë ato, sepse nuk është edukat islame thyerja e kontratës, e marrëveshjes, por është cilësi e munafikut. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ayatul munafiqi thalath. Shenjë e munafikut është njëra për këtyre tre gjërave. Idha hadatha kadhaba, kur flet rrein. Wa idha wa'ada akhlafa, kur premton e fen premtimin. Wa idha tu'mina khan, dhe kur i lihet diçka në amanet, ai e tradhton amanetin e tij. Wa idha ahada ghadar, dhe kur bën marrëveshje e tradhton marrëveshjen e tij. Andaj ti përmbajmë marrëveshjeve, po marr parasysh a janë të shkruame, a janë vetëm të thanme. Muslimoni në momenti që merret vesh me një palë, me një njeri, e ka borxh dhe detyrë me përmbush marrëveshjen e tij. Dikush thot po se kena bëna me shkrim. Me i bo me shkrim marrëveshjet është varianta më e mirë, e cila ja mbron hakun secilës palë. Ama edhe nëse s'është bo me shkrim, nëse dy palët janë marrë vesh për diçka, Allahu është dëshmitar i asaj marrëveshje. Dhe ai e din shumë mirë se çkan përmban vetë ajo marrëveshje. Dhe se si duhet të përmbushet ajo marrëveshje. Andaj wa ufu bi ahdi Allahi idha ahadtum, përmbushni marrëveshjen me Allahun që e keni bë, wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, dhe mos i theni premtimet tuaja, betimet tuaja pas jeni betu. Gjithashtu thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Përmbushni marrëveshjen, sepse përmbushja e marrëveshjes është përgjegjësi. Çfarë do të thonë është përgjegjësi? Për te do jepet llogari. Secila palë që nuk e përmbush marrëveshjen, ajo ka më dhon llogari. Dhe edhe beslidhja e popullit me kryetarin e vet, me halifin e vet, është marrëveshje edhe është kontratë, dhe duhet të zbatohet kjo kontratë, ashtu si thot Allahu Dhul Xhelal: "Ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud." O ju besimtar, plotësoni kontratat e juaja. Përmbushni ato.
Shifne, do të kjo raport në këtë formë e ngrit lartë përgjegjësinë e të dyja palëve. Për dallim për asaj që ndodh sot në botë. Kontrata e shoqërisë me parim politike në kohën e sotit është vota. Aty fillon kontrata e popullit me pushtetarën e vetë. Nëpërmes sandukut të votave. Në momentin që te e jep votën tonë për një përfaqësues tonin politik, dhe ai nesër e merr pushtetin, aty fillon marrëveshja jote me te. Por është marrëveshje indirekte, ku ti nuk e bën me pushtetarin, po e bën me, do thot, opcionin politik që të ofrohet, dhe pastaj opcioni politik e zgjedh atë që ka me qeverisë me ty. Qoftë kryetari i shtetit, ose kryeministri, ose ministri, kabineti qeveritar e kështu me radhë. Edhe andaj e vërejmë në këtë sistem se nuk ka nivel të lartë përgjegjësisë mes pushtetit dhe atyre që e votojnë pushtetin. Siç është realisht tek na muslimanët. Se të na muslimanët, do thot, përveç zgjedhjen që nuk e bën populli thjesht, po e bëjnë paria akademike, atëherë bëhet edhe kjo pjesa ceremoniale, ku do thot populli edhe njëherë e konfirmon dhe rikonfirmon pranimin e tij si pushtetar dhe pranimin e dëgjueshmërisë, bindjes qytetare ndaj këtij pushtetit. Kjo e rrit dozën e përgjegjësisë tek pushtetari, po normalisht edhe e rrit dozën e përgjegjësisë tek qytetari. Edhe këta dy atërmunohet secila palë me punue për të arrit qëllimin më të madh në këtë proces, ajo është fitimi i kënaqësisë së Zotit. Pastaj përmbushja e detyrave dhe obligimeve që i ka secila palë. Edhe në këtë formë, domethënë, ka një lloj harmonie mes këtyre dy shtresave dhe një lloj gare mes tyre, kush sa më shumë ka me përmbush marrëveshjen nga ana e vet. Edhe andaj kur ka pas kësi lloj qasje ndaj pushtetit dhe kësi lloj qasje ndaj shoqërisë, shoqëria islame ka arrit maksimumin e zhvillimit. Qoftë në kohën e 4 halifeve të drejtë, Ebu Bekër, Omer, Uthman dhe Ali ridvanullahi alehim ejmain, apo në kohën e hulefave të mëvonshëm, që secili prej tyre aq sa është përmbajt kësaj marrëveshjeje dhe këtyre koncepteve, aq më tepër Allahu ka dhënë sukses dhe bereqet në zhvillimin e shoqërive të tyre. Si ka qenë për shembull në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, rahimahullahu taala, e kështu me radhë pastaj halifeve të ndryshëm që kanë qeverisë me umetin islam. Thot Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, rahimahullahu taala, ka qenë njëri prej hoxhallarëve me origjinë nga Algjeria, po ka jetuar në Arabinë Saudite, ka jetuar në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i bërë tefsir këto ajetet kuranore dhe një tefsir të tij që e ka, ai thot kështu: Allahu i madhreshëm i urdhëron besimtarët me një urdhër të madh, të madh. Ajo është përmbushja e marrëveshjeve dhe plotësimi i kontratave. Dhe se besimtarët me çdo kanë që lidhin kontratë dhe bëjnë marrëveshje, e kanë detyrë dhe obligim të përmbushin ato. Pasi që do thot përmbushja e kontratave është manifestim i imanit dhe plotësimi i betimeve është plotësim i obligimeve që njerëzit i kanë njëri me tjetrin. Andaj e përmendëm na edhe dje, ky fenomen beslidhja mes qytetarit dhe pushtetarit është një fenomen islam, të cilit i kanë dhënë rëndësi muslimanët dhe me të kanë krijuar harmoni në zhvillimin e shtetit. Premtimeve dhe porosive që dalin është edhe bindja, dëgjimi dhe nështrimi
ndaj të parëve të muslimanëve. Të parët e muslimanëve zgjidhen prej më të mirëve nga ummeti islam, prej parisë intelektuale, akademike, fetare. Dhe zgjedhen ata që përmbushin kritere, plotësojnë kushte, që të jenë të ditur, që të janë të devotshëm, që të vijnë prej familjeve fisnike, do thotë parime të cilat e bëjnë mundësinë e zgjedhjes më të mirit të lehtë. E pasi që bëhet kjo përzgjedhje, atëherë ngjelet detyrë e shoqërisë me i dëgju ata dhe me ju nështru atyre, në vendime që marrin dhe në urdhat që japin. Përndryshe, nëse populli rebelohet ka shqiptarisë vetë, atëherë në atë shoqëri nuk ka zhvillim, nuk ka përparim. Se fillojnë grindjet, fillojnë zënkat, fillojnë përplasjet, deri tek vllavrasja. Edhe më një shtet ku ka mungesë të sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë, aty nuk ka zhvillim. Se pushteti, në vend se të merret me zhvillimin e shoqërisë, me zhvillimin e shtetit, ai duhet të merret me mbrojtjen e vetes dhe kujdesin se këto përplasje, këto zënka mos e destabilizojnë tërësisht gjendjen e shtetit edhe e rrëzojnë atë pushtet. Andaj, ajo që ndodh të na sot në botë, që ka sistemi politik modern, ka opozit, pushtet dhe ka opozit. Dhe qëllimi i pushtetit është me mbajt pushtetin me çdo kusht, duke vendos edhe pushtetin legjislativ në shërbimin e tij, domethënë parlamentin, edhe me vendos pushtetin gjyqësor, sistemin e gjyqeve, pite gjyqi themelor dhe gjyqi kushtetues në shërbimin e tij, edhe në këtë formë do të mos ketë hapësirë juridike për me rrezuar pushtet. Parlamentin e ka me shumicë me vete, edhe gjyqësorin e ka me vete, e s'ka kush e rrezon. Opozita, në anën tjetër, të vetmin qëllim e ka me rrezu pozitën. Edhe ati nuk i intereson pozita punon mirë, ajo. A merr vendime të sakta, ajo. A kontribon për zhvillimin e shtetit, ajo. I vetmi qëllim edhe vetmja dëshirë e opozitës është rrëzimi i pozitës. Edhe në kësi lloj situatash është shumë vështirë me pas zhvillim në një shtet. Sepse as pozita, as opozita nuk i kanë qëllimin qytetarin, nuk i kanë qëllimin shtetin, nuk i kanë qëllimin zhvillimin. Por edhe pushteti, pozita, edhe opozita e kanë qëllimin me marrë pushtetin me çdo kusht, edhe me shfryzu atë për qëllimet e veta. Edhe andaj, kur është në pozit, një projekt shumë të vogël e bën gjigant madhështor. Njëti projekt, kur është në opozit, e njëta parti e kritikon edhe shpërtërson. Edhe kështu shkon në rrotull. Kur ti je në pushtet, ti punë të vogla i bën të mëdha. Njëjtët punë, kur del nga pushteti, i bën i asgjësor. Edhe partia tjetër njëjtë. Kur është pushtet, ato projekte që i kritikonte, i vazhdon. Ato që i llogaritet të vogla, tash i madhron. E këtë situatë që është gjendja politike, po flas s'paku për të na këtu në Maqedoni, edhe për të na këtu në Ballkan, nuk jep perspektivë të mirë. Edhe nuk jep shansa dhe mundësi për ndryshim të madh. Megjithëse ne muslimanat, kudo që jetojmë, duhet me dhënë kontributin tonë të gjitha aspektet, që me zhvillu jetën politike në vendet tona. Kuptimin që me insistu që ai që vjen pushtet me pas një parim bazë kryesor në tij. Cili është ai parim? Me qeverisë me drejtësi. E dyta, krejt këto aparate shtetnore që ekzistojnë,
prej të niveli më i ulët në punësit administrativ në për sportele, deri tek koka e vendimmarrjes, ata me e zhvillu efikasitetin e shtetit. Që shteti me efikas, mos me i vështirësu procedurat e marrjes së vendimeve dhe shërbimet ndaj qytetarëve me qenë të komplikume. Po mëse për shembull për një dokument personal dikush me prit me ditë e me javë e me muaj, ajo me qenë e mundshme në mënyrën më të lehtë mundshme sipas rrethanave bashkëkohore mu arrit. Që për një dokument të certifikatës lindjes për shembull, apo certifikatës vdekjes, apo çfarë do lloj dokumenti mos me pas nevojë ti me shku deri në institucionet e përkatëse, sportelet përkatëse, po për shkak se ta zhvillimi teknologjik edhe digitalizimi i shtetit, me një letër elektronike, me një mail që themi na, e çon kërkesën tonë, e bën pagesën elektronike, edhe të vjen dokumenti i shtëpian tonë pa pas nevojë me lëviz nga shtëpia jote. Mirë po, pse s'ndodh kjo? Megjithse digitalizimi është prej muhabeteve që tash e 10 vjet, e 15, e 20, flitet edhe shtetet në botë, ka që krejt qeveria është digitalizu. Ajo që quhet qeveri elektronike. E pse në vendet tona nuk ndodh një gjë e tillë? Sepse fatkesisht hala te shumica dërmuese e aktorëve politik në vetdijen e tyre, edhe në ndërdijen e tyre, qëllimi i veprimit politik është me marrë pushtetin dhe me marrë rishfetin. Qëllimi vetëm pse njerëzit vrapojnë pas pushtetit është me ardhur në pushtet për me marrë rishfet. Që me shtu pasurinë personale të tij. Jo me shtu dozën e shërbimin dhe qytetarëve. Fatkesisht nuk di dikush për politikanëve që e nënkupton angazhimin politik të vetin si mundësi të shërbimit të popullit vet. Ashtu siç thuhet në atë fjalën e urtë arabe, khadimul qaumi sayyiduhum. Zotnia e një popullit është shërbetori i tij. Domethënë nëse don me qenë pushtetar me një popull, ti duhet me qenë hizmeqari i atij. Edhe sa më shumë që i bën hizmet atij popullit, aq zotnilloku jot është më i madh. Aq qeverisja jot është më e gjatë. Nuk di unë ala s'kom një dikan, me thonë, s'faku deklarativisht, që unë e kom ardhë me ju shërbi juve. Edhe unë e kërkoj pushtetin që të vendosen shërbimin tuj, ndoshta dikush deklarativisht edhe mund të thot, ama realisht për asaj që e kemi po, edhe e shojmë është e kundërta. Ne ju shfrytëzojmë juve për më ardhë pushtet e pastaj me ju vjeli juve. Edhe unë e kam të regu në disa për derseve, ma harët kër isha në studime, e shefsha një paroll në atë shtetin ku kam studiu, aty shkrujke njeriu është gjëja më e shtrenjtë që e kemi. Edhe shumica për neve e lexoshin pozitivisht, domethënë vlerësimin që ja bën ky shtet njeriut. A realisht ishte konë kuptimin ndryshe. Njeriu është gjëja më e shtrenjtë që e kemi, domethënë na s'kemi minerale, s'kemi naftë, s'kemi industri, s'kemi burime të pasurisë, vetëm që kena me vjetë është njeriu. Edhe andaj ishte gjëja më e shtrenjtë që e ka ai shtet. Edhe te na po ndodhe e njëjta. Megjithëse Allah se kanë zbulu këtë parull shtetet tona, me thonë se njeriu është gjëja më e shtrenjtë që e kemi. Domethënë, nëse duhet me rrep dikan e kemi njeriu. Nëse duhet me vjedh dikan e kemi njeriu. Nëse duhet me marr tatime dikujt e kemi njeriu. Nëse duhet me marr taksa dikujt e kemi njeriu. Nëse duhet me shfrytzu për vota e kemi njeriu. Nëse na duhet për luftë e kemi njeriu. Do thotë këtë çka i duhet pushtetit e ka tek njeriu, sepse ai nuk mendon, nuk planifikon, nuk organizon me shfrytzu resurset natyrore, begatit natyrore të cilat Allah i madhëshëm ja ka dhënë një popull edhe një vendi. Edhe çdo vendit Allah i madhëshëm i ka dhënë mirësitë e veta.
Nëse linjës mesme i ka dhonë naftën dhe gazin, e si ka dhonë bukurit natyrore, si ka dhonë toka, e fusha, e male, e uj, neve në ka dhonë të kundërta. Neve s'na ka dhonë naftë edhe gaz, për elhamdën e kemi fushet, i kemi malet, i kemi lumejt, i kemi kushtet për zhvillimin e bujqësisë dhe blegëtorisë. Edhe nëse ata duhet të falënderojnë Allahun për naftën dhe gazin që është zbulu tash e 100 vjet, ne duhet të falënderojmë Allahun për to male, e për to fusha, e për to lumejt që i kemi. Nëse ata duhet me shfrytëzue atë dhuntit Zotit e me bo rafinerit naftës e industri i zhvillimit të produkteve të naftës, ne duhet me falënderoj Allahun për to të mira që ka dhënë dhe me shfrytëzue ato të mira për me zhvillu vetën tonë. Ajo që e bëjmë na sot në vendet tona, që i braktisim fushet dhe malet tona, dhe nuk i shfrytëzojmë këto mirësinë që na ka dhënë Allahu, është sikur se bota arabe ose lindja e mesme me lënë naftën me rredh edhe me shku kot edhe mos me e shndruat në forcë edhe në vlerë. Na naftë s'kemi për me lënë me rredh, ama kemi ujë që e lënë me rredh. Na naftë s'kemi për me shndru në produkt tjetër, ama na kemi fushat edhe malet tona që mundemi me shndru në çdo gjë të dobishme. Edhe realisht, ajo që ndodh në vendet tona, një shpërfillje e këtyre mirësive të Zotit dhe mos falëndrim dhe Allahut për të mirësi dhe keq përdorimi i tyre, është një prej rreziqeve që na ka nosur neve që Allahu na e morë të mira. E tani, një shtet i kujdesshëm, i vëmendshëm, është ai shtet që punon që këto resurse, këto të mira, këto pasuri që ne ka dhënë Allahu dhullar me i shfrytëzu, me organizu shfrytëzimin e tyre, me planifiku shfrytëzimin e tyre, që pastaj jeta shoqërore të jetë më e mirë edhe më e begatshme. Sidoqoftë, ti kthehemi do thot bindjes e ndëgjueshmërisë që duhet me pas shoqëria ndaj të parëve të tyre, sepse nëpërmes kësaj harmonie në bashkëjetesën mes pushtetarit dhe qytetarit, atëherë jepet mundësi me pas kësaj lloj analize, kësaj lloj mendimi, kësaj lloj planifikimi që quhen planifikime strategjike. Edhe një qeverisje nuk mendon vetëm për mandatin sa është pushtet, por sjell plane zhvillimore strategjike të cilat vlen për 30 vjet, vlen për 50 vjet, vlen për 100 vjet, që quhen plane zhvillimore strategjike afatgjate. Edhe atëherë, kushdo që vjen pushtet e vazhdon zbatimin atij plani zhvillimor strategjik. Edhe nuk kemi na situata si që ndodhin të na, vjen një qeveri e bjen një plan zhvillimor. Vjen qeveria tjetër e bjen një plan të kundërt zhvillimor të asaj që ka qenë më herët. Edhe kështu na rrotullohemi duke u kthy vazhdimisht në zero. Edhe andaj shtetet tona nuk ecin përpara sepse ka vetë numrim. Shkojmë një hap para, pastaj ecim një hap mbrapa apo dy mbrapa. Pastaj shkojmë një hap para, pastaj shkojmë një hap apo dy mbrapa, edhe kjo situatë ndoshta jo që na nuk kena mundësi me ecë përpara, po as me met në vend. Edhe shumë raste fatkeqësisht na ecim mbrapa. Andaj, preparimeve islame është që pushteti, që populli, momentin që zgjidhet një pushtet i drejtë edhe i mirë, besimtar që ka frikën e Allahut, edhe qeveris me ligjet e Allahut, edhe ka objektiv kryesor e fitimin e kënaqësisë së Allahut, duke manifestuar atë me faljen e namazit, atëherë ngelet detyrë dhe obligim populli me ju bind atyre, me i ndëgjue edhe me respektu ata. Thot Imam Ibn Hajeri rahimahullahu taala, thumma a'tuhum haqqahum, jepni përmbushni obligimet tuaja ndaj tyre, ati'uhum, respektoni ata, wa ashiruhum bisami wa ta'a, jetoni me ta duke i ndëgjuar dhe duke i respektu, fa inna Allah yuhasibuhum ala ma yaf'aluna bikum, se Allahu ka me i llogarit ata për atë që bëjnë ata me ju. E tash kjo është një prej momenteve dalluese mes pushteteve të sodit edhe pushtetit që qeveris me ligjet e Zotit.
Pushtetet e sodit vetëm në frikë e kanë votën. Edhe punojnë bëjnë çmos që me manipulu me votusin. Qeverisësi pushtetari musliman nuk e ka problemin me popullin, e ka problemin me Allahun dhu xhelal. Sa ati ka me dhënë llogari. Edhe ai në dynjë mundet me manipulu, mundet me mashtru, mundet me manovru, mundet me përdor mekanizmat e shtetit që mja zgjat ymrin vetvetes. Ama një ditë e ka me vdek. Edhe mas i vdes, Allahu të llogari ka me dhënë. Edhe pushtetari musliman, ajo që e bën dallimin mes tij dhe tjerëve është më kjo, se te Allahu si ka me kalu. Pre Allahu si ka me shpëtu. Allahu çfarë përgjigje ka me dhënë, edhe çfarë llogarie ka me pas. Edhe ky element është ajo që u përmend edhe në këtë hadith, se tha se Allahu ka me marrë llogari ata se si kanë vepruar me popullin që kanë qeverisë ata. Andaj Allahu dhu xhelal thot: ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. O ju besimtar, respektoni Allahun, respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët prej jush. Ky është ajet kuranor, për sharimin të cilit inshallah taala do vazhdojmë në dersin e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu na jep jetë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.